Jemi në vitin 1990 në Shqipëri. Duket se regjimi po shkërmoqet, por është ende në këmbë. Në krye të shtetit është Ramiz Alia, i cili për një pjesë të ndërkombëtarëve duket se është zgjidhja, por siç do të kuptohet më vonë, në fakt ai është pjesë e problemit. Dhe si mund ta kuptojmë sot se çfarë ka ndodhur në vitet 90? Profesor Afrim Krasniqi ka marrë në shqyrtim të gjitha raportimet e Zërit të Amerikës pikërisht përgjatë këtij viti, duke i shqyrtuar ato përmes arkivit të ATSH-s për të kuptuar Shqipërinë e 1990-s përmes zërave që kanë dhënë intervistë tek Zëri i Amerikës, një media e rëndësishme e kohës, që dukej se për shumë shqiptar një farë mënyre përcaktoi edhe cilët do të ishin politikanët ose figurat kyçe të elitës intelektuale dhe politike që do të drejtonte Shqipërinë edhe për të paktën 2 dekadat e ardhshme. Por për te asaj që ne mund të kuptojmë vetëm nga titulli ose nga shpjetimi i këtij libri, profesor Afrim Krasniqi do të na shpjegojë se si ta lexojmë këtë libër, duke lexuar përtej tekstit, duke lexuar mes radhëve. Profesor, duket sikur përmes Zërit të Amerikës një farë mënyre u krijua elita politike dhe intelektuale e Shqipërisë pas 90-s. Në fakt, si duhet ta lexojmë këto informaciona? Kishte Zëri i Amerikës, sikundër ne duam shpesh të lexojmë ose të kuptojmë, një agent politike për të krijuar elitën shqiptare? Mendoj që kjo është një nga mitet e tranzicionit, e cila nuk është zbardhur ende. Dhe ka të bëjë me faktin që gjithmonë ne mendojmë që ekziston një plan dhe të gjithë jemi pjesë e një plani të madh. Në fakt, Zëri i Amerikës ka vlerë dhe ka rëndësi për shkak të rolit historik që pati në ndryshim. Ishte burimi kryesor perëndimor në lidhje me Shqipërinë, ishte media më profesionale në raport me Shqipërinë dhe ishte vetmja media që raportoi gjëra që nuk raportoheshin brenda territorit shqiptar dhe në botën shqiptare. Dhe duke qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga pas, në këndvështrimin shqiptar, edhe të asaj kohë dhe shumë periudha tranzicionit, çdo fjalë e Zërit të Amerikës konsideroi qendrim zyrtar i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj edhe kjo rëndësi është konsideruar deri vonë. Është konsideruar deri vonë. Prandaj kjo rëndësi e raportimit ka krijuar mitin sikur Zëri i Amerikës ka pasur një agjendë. Në fakt, agjenda e vetme e Zërit të Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri, me konceptin që në vitin 90 nuk ishte më Shqipëria një vend komunist, ishte Shqipëria i vetmi vend komunist. Dhe kjo ishte papranueshme në gjeopolitikë dhe zhvillimet e reja që kishin ndodhur me fundin e luftës ftoftë dhe sidomos pas rënjes së Ceaușescu në Rumani. Kështu që viti 90 kishte pritshmëri të larta për ndryshime nga jashtë dhe çdo sinjal që vinte nga Shqipëria konsideroi burim informacioni. Zëri i Amerikës pati meritën që dërgoi ekipe me vizitën e Perez de Cuellar dhe krijoi lidhje në Shqipëri, arriti të marrë numra telefoni dhe i qëndroi besnik përpjekjes titanike të ekipit Zërit të Amerikës për siguruar intervista nga Shqipëria. Dhe kur them titanike sepse nëse ne mund të bëjmë një kalkulim, mbi 70% raste janë refuzuar dhe një intervistave dhe nga persona publik që sot krenohen që kanë qenë kontaktuar nga Zëri i Amerikës dhe është munduar që të prezantojë një Shqipëri që nuk njihin prandim. Vlera e madhe e këtij botimi është që i gjithë materiali është dëgjuar nga ata që kanë pasur akses, që është shumë i kufizuar, por nuk është botuar kurrë në Shqipëri. Profesor, ndërkohë që po lexoja librin, po shihja disa figura që kishin dhënë intervista në Zërin e Amerikës gjatë këtij viti, që ishin Fatos Nano, Besnik Mustafaj, Remzi Lani, Gramoz Pashko, ishte Kadare mes tyre, kishte edhe politikanë të tjerë më pak të rëndësishëm dhe diku gjendet edhe një intervistë e Berishës. Dukej se kishte një përzgjedhje, pra kur e shohim sot dhe dëgjojmë emra që i kemi hasur më pas, duket sikur edhe përzgjedhja e këtyre emrave ka qenë shumë e studiuar. Në fakt, si u përzgjohen personazhet që Zëri i Amerikës mori në intervistë për gjatë vitit 90? Mendoj që lidhet me ekipin e Zërit të Amerikës dhe kontaktet që ata arritën të marrin në Shqipëri. Gazetarët amerikanë gjetën çdo pikë kontakti të mundshme të intelektualëve shqiptar në mediat e tjera, gjermane, italiane, britanike e tjerë, dhe krijuan një database dhe kërkuan ata persona. Për shembull, Gramoz Pashko citohet në disa intervista të asaj periudhe. Kadare ishte zëri vetëm i cituar nga Shqipëria dhe gazetarët e Zërit të Amerikës mbanin shënim çdo raportim te media shqiptare, botimet në Zërin e Popullit, botimin e Drita, në Bashkimi, Zëri i Nis, dhe kërkonin midis rreshta nëse kanë një mendim ndryshe dhe kërkonin pastaj që të kontaktonin këtë person. Kështu që nuk ka qenë një listë individësh, por ka qenë përpjekje për të pasur një listë të zëruar të çdo kontakti të mundshëm. Le të kujtojmë që vitin 90 vetëm një kategori e caktuar kishin telefona, një numër i madh figurash që ju përmendi nga
shërtimi i plotit dokumentacionit edhe asaj publikuar dhe jo, rezultoi që nuk kanë dhënë intervistë me tentativat e para, kanë dhënë intervistë dikush me herë të parë, dikush ka refuzuar disa herë, disa prej tyre kanë qenë figura të cilat deri diku kanë shkuar në linjën e regjimit. Dhe midis këtyre intervistave, shumë pak prej tyre kanë vlerë në konceptin e një disidence, dalje nga rreshti. Intervista të cilat e bëjnë krenar individë që i kanë dhënë që sot marrin një konotacion tjetër. Por në atë periudhë, një nga leksionet që mori dhe media perëndimore dhe publiku perëndimor është që elita intelektuale e Shqipërisë ekzistonte një elitë që ishte kritike me regjimin, por nuk ishte për ndryshimin e regjimit, ishte për zëvendësimin e regjimit, domethënë duke ruajtur, domethënë duke zëvendësuar atë që byroja politike dhe nomenklatura e vjetër, por nuk ishin individ me një hapësirë, vizion dhe strategji për të ndryshuar Shqipërinë në konceptin e Shqipërisë demokratike. Kjo provua pastaj publikisht me takimin e intelektualëve në gushtin e 90-s dhe gjithë impaktin që patën sidomos periudha pas ambasadës së 90-s. A ishte të pasurit telefon një kriter për të bërë një intervistë me zërin e Amerikës? Ishte vetëm një mundësi ekzistenca e një telefoni, sepse vetëm kanali telefonik ishte kontakti vetëm që amerikanët kishin me Shqipërinë. Intervistat e zërit e Amerikës bëjnë dallim edhe nga intervistat e mediat e tjera perëndimore, edhe nga intervistat po themi që kanë dhënë kanale të ndryshme pritje zyrtare ose komunikime të tjera, apo nga raportime që vinë nga burime emigracioni. Për shembull, një nga burimet e pozitive që e ngriti steken e deklarime ishin refugjatët që u larguan me dy korrekt. Disa prej tyre dhanë intervista politike të shkëlqyera. Dhe i lejuan perëndimit të kuptojnë që Ramiz Alia është problemi, është pengesa, nuk është njeriu me cilën mund negociohet ndryshimi i Shqipërisë, dhe për të kuptuar që pas gjithçka që ndodh në Shqipëri është një fasadë. Dhe nga ana tjetër, të gjitha emrat që ne përmendëm dhe gjitha emrat e cituar aty janë antar të Partisë Punës, sepse elita që mund të siguronin një pozitë të drejtë fjale, drejtë komunikime me jashtë, ishte një certifikuar në aspektin e sigurisë dhe normale që ishte në antar Partisë Punës. Ka shumë intervista që janë nga Gramoz Pashku, po i shifja me vëmendje ndonjërin për të kuptuar nëse në ndonjërin prej tyre zoti Pashko ka folur për reforma në ekonomi, për ndryshime, duket që gjuha e tij në intervistat që ka dhënë për zërin e Amerikës në fillim ka qenë e drujt. Edhe mbase sepse nuk shihej një mënyrë se si ekonomia shqiptare e kohës mund të gjente veten ndryshe, mund të merrte jetë ndryshe. E njëjta gjë edhe me Fatoslanon që citohet si pedagog i ekonomikut. Si shihni ju këtë intervista zoti Afrim, edhe kur e shihnin pastaj edhe zhvillimin e këtyre figurave në kohë. Të dyja figurat si Gramoz Pashko dhe Nano me kohën do bëheshin figura të rëndësishme të dy partive të ndryshme dhe do kishin në dorë fatet e vendit deri diku. Përsëri duhet bëjmë një marrëveshje dhe marrëveshja duhet të analizojmë me kontekstin e kohës. Nëse ne analizojmë me kontekstin e kohës, mendoj që 2-3 intervista, sidomos një prej intervistave e zotit Pashko është shumë pozitive dhe ka qenë surprizë pozitive. Nëse ne shohim kontekstin e intervistës bëhet edhe më pozitive. Është i vetmi që ka pranuar të flasë të rasti i ikjes Kadares, kur kanë refuzuar gjithë tjerët. Dhe ka një fjali në fund që është shumë pozitive, që ka refuzuar ta dënojë domthonë vijën zyrtare të regjimit për dënimin e aktit të tij. Ndërkohë që ai dhe Nano janë munduar deri diku të futin element ekonomisë tregut, aq sa lejoi sepse ata ishin pjesë e sistemit. Në momentin për shkak kur u bë takimi intelektual i njëjti ishte Gramoz Pashko ishte në takim, por nuk foli. Nuk arriti dot as, nuk kërkoi për të marrë fjalën dhe nuk foli. Gjë që duhet parë gjithçka në kontekst. Për shkak ka një media perëndimore që citon Gramoz Pashkon si këshilltar të Ramiz Alis dhe nga dokumentet e Ramiz Alis, nga arkivi privat zyrtar i tij dhe privat, kuptohet që ka pasur një lloj reagimi negativ i tij, sepse ai nuk e konsideronte si zë i tij përfaqësues dhe deri diku të gjitha intelektual luanin edhe me fatin e tyre, me fatin politik, jo se mund dënoheshin, por mund të menjanoheshin nga ambicet e tyre dhe ambicet e tyre ishin shumë dha. Kështu që duhet parë gjithçka në kontekstin e kohës. Kadare për shkak ka intervista të mira, deklarata e Kadares është më e mira, deklarata e largimit që i bën një autopsi regjimit. Stafi i Zërit të Amerikës më ka thënë që ka qenë edhe më e vështira për të zbardhur sepse është dhënë me telefon. Por është një intervistë historike dhe deri diku bën o diferencë midis një njeriu që kishte burimi informimi dhe të tjerëve që nuk kishin. Si studiues dhe si qytetar më bën përshtypje që ne kishim shumë emra të asaj periudhe që kishin shëtitur nëpër botë, kishin studiuar në botë, bënin vizita studimore në botë, bënin vizita zyrtare në botë, të gjithë liderit, edhe këta që kemi sot, përfshi dhe kryeministin aktual, përfshi dhe liderin e opozitës. Dhe si është e mundur të jetosh në Paris, të jetosh në Rom, të
të shëtitësh kryeqytet më të mirë europiane dhe të vish në Tiranë dhe maksimumit të kërkosh disa ndryshime në zërin e popullit apo disa ndryshime në strukturën e regjimit, pa prekur regjimin. Dhe kjo është kostoja e një elite të emëruar, çmimet të cilës ne kemi paguar në tradicion. Sepse në gjuhën politike dhe studimor ne themi ishte një elitë që donte ndryshim, por nuk ishte përgatitur për ndryshimin, ishte një elitë që kërkonte një lloj demokracie, por se kuptonte demokracinë. Dhe ne pam që nuk e kuptonin demokracinë ditën kur ata morën pushtetin në Shqipëri. Një për intervistave që më ka bërë përshtypje dhe për shkak të personazhit që jep intervistën është ajo e Luan Omarit. Edhe titulli që është vendosur është Pluralizmi në Shqipëri nuk ka mbështetje. Mendoj që zoti Omari ka qenë një nga ndjekësit e vendosur të vijës së regjimit. Edhe në takimin intelektualit ishte ndoshta një nga individet me opinionet më afër Ramizalis, jo me ndryshimet e kohës. Ka të bëjë me individin dhe ka të bëjë me botkuptimin dhe fushveprimin e tij. Ai ishte zyrtar, ishte sekretari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Por se nëse ne themi që sekretari i Akademisë dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë në atë kohë nuk kishte një opinion më progresist se çuna që hynë në ambasada, që ata që riskuan jetën për të larguar nga Shqipëria, ata që u vranë në kufi apo studentët dhjetorit, kjo është dramë e shoqërisë shqiptare, se tregon që nuk kemi pas elita reformatore dhe rrita të formuara. Nga ana tjetër është edhe për të kuptuar shumë mirë që ne kemi ngritur mite, ne kemi krijuar mitin e inteligjencës, mitin e akademikëve, mitin e shkrimtarëve shquar, njerëzve të shquar, të cilët janë deri diku të shquar aq sa i lejon të regjimi dhe aq sa i promovon të regjimi. Në thelb, në konceptin e demokracisë dhe shtetit drejtës, ata të gjithë pak apo shumë kishin të njëjtin defekt, mungesë të plotë të njohurive dhe të konceptit shtetit drejtës. Edhe mungesë të rrjedhave në Europën lindore. E dini që dhe Ramizalia ditën që kuptoi që do vi pluralizmi, gjën e parë që bëri dërgoi një delegacion në Bullgari për të pyetur si funksionon parlamenti kur ka pluralizëm. Si sillet presidenti në raport me parlamentin, si krijon marrëdhënie, ai nuk i dinte as kryetari i shtetit, nuk i dinte as stafi i tij. Dhe imagjino pastaj që këtë duhet të udhëhiqë në një proces reformash, zgjedhjesh pluraliste i sistem të ri politik. Ismail Kadare jo vetëm për figurën që ka dhe rëndësinë që ka edhe për letërsinë shqiptare, por edhe për rolin që ka patur edhe në vitin 90, kryesisht përmes intervistave dhe pastaj përmes aktit të ikjes. Në një prej këtyre intervistave ai flet edhe për inteligjencën shqiptare, që këtu nën kuptohet, po themi, elita kulturore e vendit. Desha të shtoja, thot ai, se kam dëgjuar disa herë lidhur me inteligjencën shqiptare, disa herë dhe në emisionin tuaj, nga drejtime të ndryshme është bërë tani pak si e modës të sulmohet inteligjenca shqiptare dhe është interesante se ajo sulmohet nga krah të kundër dhe të ndryshëm disa herë. Natyrisht, inteligjenca shqiptare, si çdo inteligjencë në botë, nuk është as pak e vetë kënaqur me atë që ka bërë dhe shpesh herë ajo kritikon veten. A shihni këtë edhe si një autokritik të Kadares për mënyrën se si intelektualët bashkëjetuan, mbijetuan, jetuan gjatë regjimit komunist, por edhe gjatë vitit 90 kur ishin të paqartë se cila duhet ishte rruga ose qëndrimi i tyre? Mendoj që pronësimi i zotit Kadare është i saktë. Lidhet me konceptin çfarë publiku ka pritur, sepse pritshmëritë publike, sidomos kur dëgjon, po themi, komente dhe të dy grupeve që ai përmend janë shumë ekstreme. Që ata nuk kërkonin të inteligjencë njeriu që ka ide inovatore dhe është i aftë bëj diçka për shoqërinë. Ata kërkojnë njeriu që ndryshon Shqipërinë. Dhe intelektuali vetëm nuk e ndryshon Shqipërinë. Intelektuali ka një përgjegjësi tjetër, të mos bëhet pjesë e regjimit dhe të ndjekë interesin publik. Dhe nëse ne marrim këtë kriter, interesin e vendit, interesin e brezave të arshëm, nëse ne marrim këtë kriter, ajo elitë për cilën ne flasim është shumë në borxh me Shqipërinë. Sepse ne nuk mund ta krahasojmë Shqipërinë me Poloninë, me Hungarinë, me Çekoslovakinë, me Rumaninë madje, edhe me Bullgarinë që ishin më ndryshe, ku kishte rrethë intelektuale, kishte individ, kishte disidencë, kishte krimtari, kishte aktivitet, kishte kurajo, kishte risk. Dhe nuk gjejmë modele të tilla që deri diku ishte garë kush ka postin më të lartë në parti dhe në qeveri. Dhe inteligjenca jonë ishte garë kush ka pozitën më të lartë për krijuar edhe benefice më mëdha. Disa prej tyre kanë arritur ta bëjnë këtë, por pa një kosto të madhe personale dhe pa devijuar në çështjet e karakterit, bashkëpunime me policinë sekrete apo me forma të tjera. Disa kanë mbijetuar, disa kanë paguar çmim. Por Shqipëria duhet të heqë dorë nga mitet edhe duhet ta shohë se cilin prej tyre jo si një model të cilit duam të ngjajmë, po si një njerëz që ka vepruar në kontekst saktuar dhe nëse ka bërë detyrën e vet. Kadare për shkak me aktin e tij edhe në të tetorit e vitit 90 unë kam parë artikulimet e media perëndimore që ishin pro dhe kundër ikjes.
Unë kam qenë student dhe kam qenë nga ata që kam qenë pro ikjes ti dhe kam quajtur ikjen e tij si nxitje për studentët. Jemi shoqëri që kemi kriju shumë më tepër mite se sa kemi pas individ që vërtet kanë dhënë për vendin dhe shoqërinë ku bëjnë pjesë edhe numri i madh intelektualësh. Çfarë na mëson ky libër, zoti Krasniqi? Na bën të lexojmë mendimet ose mendimet e shprehura të intelektualëve në 90-ën, na merr përdor dhe na tregon zhvillimet e këtij viti, po themi nga vizita e Kular, pastaj është situata me ambasadat, pra refugjatët shqiptarë që hyjnë në ambasada, janë refugjatët që mbrin në vendet perëndimore dhe japin intervista dhe bëjnë perëndimin të kuptojë se si jetohet në Shqipëri. Një prej titujve në një gazetë gjermane është që Shqipëria s'ka qumësht dhe ka të bëjë pikërisht me racionimin e ushqimit. Na tregon se sa e vështirë ishte të binte sistemi, por çfarë na mëson sot? Edhe për atë që jemi sot si shoqëri, për mënyrën se si qeverisin dhe të qeverisurit sillen ndaj pushtetit. Mendoj që 3 gjëra. Spari, ne duhet të kujtojmë gjithmonë ku kemi qenë. Shqipëria nuk ka qenë një shtet në komunizëm. Shqipëria ka qenë një diktaturë e izoluar, e varfër, në një jetë absurde, në një regjim që kontrollonte gjithçka, ku nuk ekzistonte njeriu si njeri, liria dhe çdo lloj elementi tjetër i jetës publike, deri diku një lloj burgu i madh siç e quajnë Max Velo, dhe ka me drejt domosdoshmë në një nga vlerësimet e tij. Dhe kur e kujton ku kemi qenë, duhet kuptosh pastaj që rruga që kemi bërë nuk ka qenë rruga që ne kemi dashur, po është rruga më e mirë historike që ne kemi bërë, sepse kemi nisur jo nga zero, nga minusi, në dallim mall nga vendet e tjera. Së dyti na kujton që procesi i tranzicionit në Shqipëri është proces vazhdimësie. Vazhdimësie në elita, vazhdimësie në mite, vazhdimësie në histori dhe imponimin e historisë nga politikanët dhe nga nivelet e larta drejtuese. Fakti që për shembull ky dhe një monografi ime për Korrikull 90 janë vetëm librat botuar nga institucionet akademike të Shqipërisë në historinë e këtij vendi, lidhje me ngjarjet e 90-s, çfarë kur gjitha vendet e tjera të Evropës Lindore i kanë hapur, i kanë botuar, kanë hapur arkivat, kanë publikuar dokumentat pa droje për gjithçka, kurse ne vazhdojmë të mbajmë të mbyllura dhe nuk botojmë dhe nuk i trajtojmë dhe kemi vetëm një individ në organikën shtetërore akademike që merret me këtë periudhë, tregon që ne nuk duam të përballemi me vetveten tonë në atë periudhë. Dhe së treti, kam frikë që tregon që na vendos në dilemën cilat janë limitet e shoqërisë shqiptare për prodhuar demokraci. Nuk është çështja nëse na pëlqen Rama, Berisha, Meta, Nano, kush ka qenë lider tranzicioni ose kush mund të jetë. Pyetja është nëse do kishin qenë 4 të tjerë, do kishte qenë situata tjetër. A do mundej kjo shoqëri të reflektojë nga gabimet e të kaluara dhe për të evituar gabimet e tashme, dhe kam frikë që jo. Ne sot jetojmë një botë më të lirë, jemi vendi i NATO-s, në Bashkimin Evropian kandidat potencial. Por po të shikoni, niveli i debatit publik është më i ulët sa në vitin 90 e 91. Në debatet brenda përmena vetë intelektualëve. Sfidat janë mëdha, pas kush nuk flet. Dhe kuraji intelektualëve për të thënë zëra për të mbrojtur interesin publik është po ashtu gati e njëjta smundjes në vitin 90. Kanë gjetur komoditetin e tyre, kërkojnë disa privilegje personale dhe harrojnë interesin publik dhe bëjnë kompromise me pushtetin e radhës. Dhe një shoqëri që bën kompromise me pushtetin e radhës nuk ka mësuar asgjë nga 90-ta. Dhe së fundi është nevoja e madhe e demitizimit të historisë, të teksteve të vërteta të dokumenteve. Aty për shkak unë ndihem krenari kur shoh 2-3 nga ata emigrantët e Korrikut me intervistat e tyre që janë më të mira se gjithë intelektualët dhe më të qarta. Do thotë njerëz kurajos që kanë programuar, i kanë goditur direkt në thelbin e problemit të regjimit, të pamundësia në ushtrimin dhe të lëvizjet fake të regjimit, domethënë të një lloj demokratizimi gënjeshtar që i shitej botës si arritje në Shqipëri, si reformë në Shqipëri. Dhe ata e bën qartë perëndimin dhe ata e ndihmuan shumë Shqipërinë me këtë gjë, se në muan edhe çastin perëndimore në raport me Shqipërinë. E kuptuan që kemi të bëjmë me një shtet në një kontinent 100 vjet pas botës dhe kërkonte gjithçka nga fillimi. Dhe ndihma e parë amerikane në Shqipëri, sa u hap Shqipëria, ka qenë qumë shtipluar për fëmijët, ka qenë milli për ushqim për njerëzit, kanë qenë mjetet mjekësore për grashtat zëna dhe spitalet, dhe kanë qenë librat e shkollës për sistemin tonë shkollor, për të kuptuar që ne kemi nisur nga një nivel i pa imagjinueshëm. Dhe ky libër është pjesë e kësaj kujtese dhe pjesë e kësaj nevoje. Në forma të ndryshme, Shqipëria vjen të marrë sot ndihma jo fikse ngjashme, pra nuk merr ndihma në
qumë është pluhur ose në mjell, por merr ndihma në spitale, në shkolla, nga institucione ndërkombëtare, nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka marrë edhe ndihmë ushtarake së fundmi. Sa kemi ndryshuar në mënyrën se si ne shpesh presim që ndihma të vinë nga jashtë, edhe si shoqëri, edhe si politik bërës, e para, dhe e dyta, shpesh secili nga ne, mbas edhe unë, mbas edhe ju, nëse do kishim një pushtet të pa kontrolluar, të pa kufizuar për një kohë të gjatë, mund ta humbasim veten si e njohim dhe mund të kthehemi në abuzues në pushtetin. Pra, po nëse krahasojmë edhe lëvizjet aktuale në Europë me Orban edhe me fituesin e zgjedhjeve atje, ajo që të vjen në mendje është që mungesa e mekanizmave të kontrollit të pushtetit prodhon diktator ose prodhon autokrat. Çfarë na mëson ky libër edhe në këtë kontekst, zoti Krasniqi? Së pari, sot janë raporte ndërshtetërore dhe normal që çdo shtet bashkëvepron. Ne japim dhe marrim nga shtetet e tjera, por problemet bazike shoqëria shqiptare ka zgjidhur. Ne kemi problem me korrupsionin në nivelin e lartë, nuk kemi problem me elementet bazë të jetesës dhe kemi nevojë për standard të një vendi dhe shoqërie në Bashkimin Evropian. Por një arsim cilësor, shëndetësi cilësore, infrastrukturë cilësore, po i kemi kushtet bazë të mbijetesës, sidomos nëse krahasojmë me ku kemi qenë. Së dyti, ne jemi një nga vendet e vetme që kemi dy trashëgimi antidemokratike. Trashëgimia perandërisë osmane dhe trashëgimia komuniste, ku të dyja kanë një koncept. Caktoi një person i cili qeveriste një territor të caktuar dhe nëse ishte besnik ndaj udhëheqjes lart, ai kishte drejt për bërë gjithçka atje. Dhe ky është mentaliteti që dominon dhe sot në Shqipëri. Liderit tanë sot e marrin peng Shqipërinë. Nëse e duan Shqipërinë, e duan vetëm për vete, nëse e duan. Por në shumicën e raste nuk e duan vetëm, pastaj duan Shqipërinë. Dhe ata marrin gjithçka në kontroll dhe përdorin të përfituar legjitimitet jashtë me partnerët tanë kryesor perëndimor në perëndim, me reklama, marketing, lobbying dhe forma të tjera. Sepse ndryshe nuk do marrë, në ky është mentaliteti që na vjen nga sistemi komunist ose nga periudha osmane. Së treti është raporti ynë me shtetin. Ne kemi parë në historinë tonë shtetin si kërcënim. Shteti të arrestonte, shteti të burgoste, shteti të internonte, shteti shkatronte pronën, shteti shkatronte liritë personale. Çdo lloj elementi të jetës, edhe ne kemi një investitim të madh për ta pranuar shtetin si një institucion besueshëm. Dhe një nga dështimet e tranzicionit është që nuk kemi krijuar një shtet që cilit i besojmë, për sa kohë që individi e përdor shtetin për veten e vet kundër kundërshtarëve të tij personal politik ose partisë tjetër politike. Por nga ana tjetër, një nga mësimet që ne kemi marrë nga sistemi komunist që na vjen sot është koncepti që unë mundom t'ia shpjegoj studentëve dhe fëmijëve të mi, se si një antar i byros politike, i zgjedhur 25 vjeç në byron politike, që ndron 40 vjet lart, me portretet e tij në një maj dhe duke qenë, po themi, një nga zotët e Shqipërisë, pa bërë asgjë, pa pasur një CV profesional, pa pasur një merit, dhe një ditë bukur t'i thuash do bëjmë pluralizëm dhe ti do humbasash pushtetin. Ata nuk imagjinojnë, ata mendonin që janë zotin mbi tokë, ata mendonin që janë përjetshëm. I njëjti mentalitet ndodh sot me liderit tanë politik. Ata nuk pranojnë të jenë toksor, të jenë njerëzor, të jenë të vdekshëm, të jenë të konkurrueshëm, të jenë të shkarkueshëm. Ata mendojnë si beroja, janë përjetshëm. Ata mendojnë që janë krijuar nga Zoti për ta marrë peng partinë politike në Shqipërinë, pronën publike, të drejtat, mediat, shoqërinë civile, botën akademike këtë tjetër. Dhe ata nuk imagjinojnë që një ditë duhet të jenë llogaridhënës dhe në demokraci kriteri kryesor për një lider është çfarë ka bërë për vendin dhe sa ka qenë llogaridhënës. Madje Churchilli ka i shprehje, një lider mbahet mend si u largua nga pushteti, u largua me dinjitet apo jo. Dhe a pati një imazh pozitiv, jo si erdhën në pushtet ku gjithë duan. Dhe këta nuk mendojnë ditën e fundit, ta mendojnë ditën e parë. Dhe një nga mësimet e tjera të historisë është që njeriu që ka qëndruar më shumë pushtet në të vend është diktatori më i ashpër i këtij vendi dhe sot nuk do njëri shkoj të varri i tij. Kështu që qëndrimi gjatë në pushtet nuk është histori suksesi. Është statistik. Çfarë ke bërë për këtë vend është gjëja më e madhe. Për shembull, nëse unë ju marr krahun e kundërt, një nga njerëzit më shquar këtij vendi, gjithë pranojmë që është Fanoli. 6 muaj ka qenë kryeminist i një Shqipërie në një konflikt madh. Kështu që pavarësisht nga jetëgjatësia, ne themi që është një nga figurat më të njohura dhe më intelektuale që ka pasur ky vend. Dhe këto mendoj janë leksione që mësime thjeshta që duhet i kenë parasysh politikanët, shoqëria. Duhet i kenë parasysh gjithë ata që marrin vendim, gjithë ata që kanë një vulë, dhe që thot Kadareja, jetojnë për vulën,
luftojnë për vullën dhe mbajnë vullën peng deri në fundin e jetës. Zëri i Amerikës nuk është më, dhe aktualisht nuk kemi as ambasador të Shtetet e Bashkuara. Megjithëse këto ditë ka dalë një emër që pritet të votohet në Kongres dhe që duket se është një ish ushtarak. Mendoj që fakti që nuk është zëri i Amerikës lajm i keq për Shqipërinë. Sepse ka qenë një nga media që pavarësisht se ka ndryshuar kohra dhe është bërë një nga mediat ndërkombëtare, jo më burimi kryesor i informimit të Shqipërisë, ishte një media profesionale dhe në gazetari kishte një cilësi që nuk e kanë një pjesë e madhe e mediave në Shqipëri dhe botës shqiptare. Mbyllja e Zërit të Amerikës, mbyllja e BBC-s, rekrutimi i reduktimit të Deutsche Welles dhe i agjencive tjera ndërkombëtare në Shqipëri është një goditje e madhe për hapësirën publike në Shqipëri dhe për prezantimin e Shqipërisë në botë. Sepse ne nuk kemi një mekanizëm me cilët mund të flasësh dhe mund të denoncosh dhe mund ta prezantosh realitetin, duke qenë një njerëz që punon me mediat dhe e di vështirësinë këtë lloj drejtimi. Por nga ana tjetër është një proces i natyrshëm që nuk vjen për shkak Shqipërisë, vjen për shkak politikave të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ndryshime që kanë ndodhur atje dhe ne e respektojmë. E rëndësishme në kontekstin e raportit me SBA-n është që ta duam SBA-n edhe kur na kritikon, ta duam Shqipërinë edhe kur ai është në krizë, ta duam SBA-n edhe kur interesat tona nuk përputhen tërësisht dhe agenda personale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ta duam SBA-n për demokracinë amerikane, jo thjesht për një foto lobuese. Dhe nëse ne duam SBA-n në këtë lloj forme të tillë, do ta kuptojmë të ndjejmë më shumë edhe prezencën amerikane në nivel ambasadori dhe do ta kuptojmë Këshillin Amerikan dhe kërkesën e tyre për reformë, antikorrupsion, politikë pastër, reformë zgjedhore, një jetë normale dhe një Shqipëri me dinjitet në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Gjë që nuk ndodh. Ne duam sa herë që na lavdro dhe kritikojmë dhe hedhim poshtë sa herë që ata na kritikojnë. A mund ta blejmë Amerikën? Një vend si Shqipëria nuk mund blej asnjë shtet të botës. Një vend si Shqipëria mund blej kanale lobuese në botë, të cilat janë të përkohshme dhe e kanë historinë e suksesit tyre jo më shumë se 3 ditë. Zëri i Amerikës arriti përmes disa raportive telefonike të tregoj botës kush është Shqipëria, kur Shqipëria ishte tërësisht e mbyllur dhe e mbroni me ushtar me armë dalë informacion nga Shqipëria. E imagjino se në botën e lirë që asgjë nuk mund mbrohet. Por duhet jemi reflektues dhe duhet ta shohim demokracinë si një dhuratë, po si një përgjegjësi dhe ta ngrim zërin, të flasim me kurajo publikisht për gjëra që ne mendojmë dhe se si ta bëjmë Shqipërinë më të mirë, pavarësisht kush është drejtuesi i radhës, dhe pavarësisht kostos personale që mund të marrim për këtë gjë. Në këtë libër, përveç zhvillimeve politike, ne gjejmë të gjitha zhvillimet e tjera që shoqëruan Shqipërinë e 1990-s, nga vrasjet në kufi te hyrja e refugjatëve shqiptar në ambasada, meshat e para që u mbajtën në Shkodër, rihapjen e kishave dhe xhamive që ishin një farë mënyre rinisja e një jete më normale dhe përpjekja për të bërë ata që jemi sot deri një farë mënyrë. Pra është një libër që përtej gjërave që diskutuam ne na tregon një Shqipëri që nuk e njohim ose një Shqipëri për cilën dim pak. Ju falenderoj për punën që keni bërë dhe për bisedën. Është kënaqësi, faleminderit.